I vajzave të Vlorës sonë. Si t'juhen të Margi? Marigo më thonë. Marigo? Sa herë do të përkujtohet dita e flamurit, do të kujtohet edhe emryt më i bukur. Të dashura motra të qytetit tim të Vlorës, duart tona që ndisën atë flamur që rezistoi rebesheve të kohës dhe u valvit kryelart mbi themelet e heroizmit ton shekullor. Flamur dhe gjua jonë pik mbështetur në identitetin ton kombëtar që sot më shumë se kur
na bën krenar me emrin ton shqiptar. Ky flamur e ka nisur tashmë rrugën e tij të pakfyeshme për të parë vendin që meriton dhe të valvitet krenar në Bruksel, në familjen e madhe të Bashkimit Evropian, ku ylli i Shqipërisë do ndriçoj si asnjëherë. Jam një nga motrat vlonjate që mori rrugën e emigrimit me shpresën për një jetë më të mirë. Kaluam rrugëve të sakrificave, rrugëve të mundimit, e ndërtuam jetën tonë. Por mbi ne rëndoi fjala me peshën e rënd, emigrant. Kudo ku vajtëm, u përpoqëm që të mbajmë vlerat tona kombëtare, vlerat tona të Vlorës. Prandaj, dhe Vlora jonë sot, zonjë, e shndruar në kartolin të turizmit shqiptar, na bën thirrje që me forca akoma më të madhe të kontribuojmë për të ngritur në pedestalin që meriton. Ndaj, gratë shqiptare dhe ne vlonjatet në veçanti, me vendosmërinë që na karakterizon, nuk duhet të lejojmë që të na e presin këtë rrugë në mes hijet e së kaluarës. Kam bindjen e plot që vlonjatët dhe shqiptarët do bëjnë dallimin e saktë, do bëjnë një shtys të duhur, që flamuri ynë të valvitet i pari në mes të flamurve të gjithë popujve evropian. Zoti kryeministër Ardheu Tim, i dashureti. Përshëndetje vajzat, gratë e Vlorës, si gjithmonë zjarë, kënaqësi e jashtëzakonshme, si gjithmonë të jemi mes jush, sepse e keni treguar vërtet që jeni një fuqi e madhe e qeverisjes Partisë Socialiste dhe besoni më shumë se askush ke Partia Socialiste. Ne në Vlorë jemi shumë komod që jemi tashmë mbi 3400 gra e vajza antare të Partisë Socialiste, 362 bashkëkryetare të organizatave socialiste dhe 35 antare të këshillave bashkiak. E pra, vetëm Partia Socialiste mund të arrinte të bënte këtë transformim, e cila sigurisht është një transformim që rezulton edhe në transformimin kolosal që ka pësuar Vlora dhe gjithë Shqipëria. Dhe ja ku vim sot në këtë fushat për t'ju kërkuar ju votën në datën 11 maj me një listë kandidatësh ku 50% e listës janë gra dhe vajza. Dhe unë kam kënaqësinë e veçantë që t'i ftoj këtu të gjitha këto gra dhe vajza t'ja u paraqis përpara jush. Do e filloj
me më të renë që kemi në ekipin ton, me Tesin, Mjaftesa Sulaj, e cila është thithur nga transformimi që ka pësuar Vlora nga New Jersey dhe ka ardhur këtu të kandidoj për Partinë Socialiste. Tesi, në thuaj diçka. Përshëndetje Vlora, ju falenderoj që keni ardhur. Unë jam Mjaftesa Sulaj, vi nga diaspora dhe bota akademike. Përfaqësoj të rinjt, studentët diasporën, por mbi të gjitha përfaqësoj gratë dhe nënat shqiptare. Unë sot kërkoj mbështetje për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, pasi vetëm nëpërmjet punës, durimit dhe dashurisë për vendlindje mund të jetojmë në një Shqipëri ku mbizotron meritokracia, në një Shqipëri ku mbizotron dashuria, në një Shqipëri drejt Bashkimit Evropian, në një Shqipëri kur u bëjmë thirrje të rinjve të kthehen si unë dhe të investojnë në Shqipëri. Faleminderit Vlora, ju dua. Faleminderit Tesi. Këtu, të rinë të gjitha këtu, të thrasë me rallë. E dyta që do thrasë është një vajzë që ka qarë mure në jetë. Nëse ne kemi barjera, ajo ka qarë mure dhe këte ka bërë me dignitet. Ftoj këtu Ina Majkon. Përshëndetje Vlora. Delvina ime, ku është? Saranda. Unë jam Ina Majko. Si një vajzë, jam këtu para jush si vajza dhe gruaja e parë rome që kandidon për parlamentin shqiptar. Unë sot kërkoj mbështetjen tuaj për zotin Edi Rama dhe për Partinë Socialiste, që së bashku të thyejmë një tavan të padukshëm, por i cili është shumë i rëndë, është tavani i diskriminimit që ne gratë dhe vajzat rome ndjejmë çdo ditë. Së bashku mund të bëjmë një Shqipëri më të barabartë që garanton të drejtat e çdo njeriu pavarësisht prejardhjes apo statusit social. Më lejoni të them një fjalë në romisht, ju lutem. O pre Roma, o pre Partia Socialiste, votoni numrin 5. Faleminderit zëmë. Çdo kandidate është personalitet më vete, përfaqëson diçka më vete, ndryshe nga tjerët. Tani dua të ftoj një personazhe që është dëshmi se si mund të evolosh brenda familjes tënde duke mbartur vlerat e familjes tënde. Briseda Çakëri. Është ajo që ka lindur socialiste, jo kam thënë. Faleminderit. Mirëmbrëma Vlora ime. Jam shumë e lumtur të jem përpara jush. Visi akademike, vajzë e Vlorës, por mbi të gjitha si një socialiste në gjenezë. Jam këtu për të kërkuar votën për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën. Ku të gjitha neve, si gra, si vajza, na i kanë ngritur kokën. Roli dhe fuqizimi i gruas ka ndodhur si kur më parë. Dhe ne jemi fakti dhe dëshmia. Kur një grua ngrihet një familje, kur një grua ecën përpara, ecën një shoqëri e tërë. Prandaj, në 11 maj, votoni masivisht Partinë Socialiste. Votoni numrin 5. Të votosh në 11 maj për numrin 5 do të thotë të duash vendin tënd, të duash Shqipërinë, të duash Vlorën. Votoni për Partinë Socialiste, votoni për Edi Ramën. Faleminderit. Dhe tani dua të ftoj një grua që ka punuar që 18 vjeç me Partinë Socialiste në mënyrë sistematike, duke dhënë gjithçka nga vetja dhe duke mos kërkuar asnjëherë, duke mos e shqitur veten për të blerë të ardhmen e saj, dhe sot ja ku vjen kandidate e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit. Evisa Lushi. Faleminderit. Përshëndetje Vlora ime dashur, përshëndetje të gjithëve.
Unë jam Evisa Lushi, vi nga bota akademike dhe prej 18 vitesh jam pedagoge në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës. Jam antare Partisë Socialiste prej më shumë se 23 vitesh tani më dhe përfaqësoj të gjithë socialistët e thjesht, tradicional dhe idealist që besojnë në vlerat e Partisë Socialiste. Kërkoj mbështetjen tuaj për Edi Ramën, për Partinë Socialiste, sepse besoj në transformimin e imazhit të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë dhe në rrugtimin e nisur për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit. Dhe tani dua të ftoj një grua të fortë. Ajo nuk pret t'ja hapin dhe t'i krijojnë hapësira të tjera, sepse e çan vet rrugën e vet. Doktoresh Bruna Mersini. Përshëndetje gra vlonjate. Unë jam Bruna Mersini, drejtuese e Spitalit Rajonal Vlorë. Si nën dhe si mjeke, kam parë nga afër nevojën për një politik që dëgjon, që kujdeset, që ndërton. Prandaj kërkojmë mbështetje për Edi Ramën, për Partinë Socialiste. Për të vijuar të gjithë punët e nisura për transformimin e sistemit shëndetësor. Votoni Edi Ramën, votoni Partinë Socialiste. Faleminderit Bruna. Tani dua të ftoj një grua që nuk ka turp të thot publikisht në çdo skenë gjërat që mendojnë që nuk shkojnë qoftë edhe me qeverinë socialiste. Dhe e ka bërë këtë gjë. Po ashtu nuk ka turp të thot që po, Partia Socialiste është partia e ndryshimit Shqipërisë, sepse e ka parë dhe të bërë realitet pikërisht gjërat që ajo ka kërkuar. Ftoj këtu dekanën në Fakultetit Ekonomik, Zamirën Sinaj. Mirëmbrëma të gjithave. Kjo sallë duket kaq e bukur sot. Të dashura motra, nëna, vajza dhe gra. Jam shumë injose që jam sot këtu para jush. Vi me përkushtimin e thellë për të quar zërin e rinis, të gruas, të vajzave vlonjate në vendimarrje. Kërkoj para ju sot mbështetjen për Edi Ramën, pasi tërë këto vite ai ka besuar fort tek zëri dhe fuqia jonë, që ne jemi aq të forta sa sjellim për herë ndryshim, dhe këtë ndryshim ne do ta tregojmë në 11 maj. Ndaj dhe këto pak ditë që na ka ngelur, të flasim me miqet tona, me shoqet tona, me të afërmit tona dhe drejt fitores së 11 maj, fitore. Faleminderit Zamira. Dhe tani e fundit, por jo për nga rëndësia sigurisht, sepse është një grua që ka qenë gjithmonë me ne, por që ka qenë gjithmonë oponente me ne në një kohë. Ftoj Erionën që ju e njihni shumë mirë. Mirëmbrëma Vlora dhe të vaj Sarandiote, mirëmbrëma Saranda, gjithë Sharku Vlorë. Unë jam Eriona Ismaili, vi nga fusha e gazetarisë dhe e shoqërisë civile. Jam një vajzë që në këtë garë përfaqësoj çdo grua që nuk rresh të bëri punë të vogla të mëdha për të bërë ndryshim e për të bërë diferencë. Sot kam një thirrje më shumë se sa për çdo që është këtu për diasporën. Familja ime e gjitha është emigrante. E deri më sot, çdo emigrant është ndjeri huaj në Shqipëri, njësoj sa edhe vendi ku ka qenë dhe ka emigruar. Jo më, që nga data 11 maj me votën e diasporës, gjithë emigrantët do jetë në shtëpinë e tyre njësoj sa në Shqipëri edhe në çdo vend të Bashkimit Evropian, pasi Shqipëria ka ndarë mendjen për mos të kthyer pas e për të çuar deri në fund rrugën që Partia Socialiste dhe Edi Rama e ka nisur. Votoni numrin 5 dhe Edi Ramën për vendosmërinë, për këmbguljen, për të çuar familjen, Vlorën tonë, Shqipërinë në atë tryezën e madhe me ata flamujt
të barabartë njësoj sikurse çdo vend i Bashkimit Evropian. Faleminderit. Faleminderit, ja pra, ky është ekipi ynë me këto gra e vajzat mrekullueshme dhe çdo njëra nga këto meriton votën tuaj, ashtu si kundër çdo një nga ju e ka personazhin e vet për të votuar. Jam shumë i bindur për këtë. Dhe tani dua të ftoj atë që me vizionin, me këmbguljen e tij bëri të mundur që ne të përjetojmë sot këtë realitet të transformuar ku gratë vërtet janë një fuqi e pashteshme transformimi të Shqipërisë dhe të Vlorës. Ftoj këtu kryeministrin Edi Rama. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Është kënaqësi e posaçme dhe ju këtë dini shumë mirë që sa herë vinë zgjedhjet mirë mundësia të vi këtu në këtë pallat sporti, i cili këtë herë është i jashtëzakonshëm sepse është i mbushur plot e për plot me gra dhe vajzat që janë pararoja e rrugës son drejt 11 majit dhe që janë garancia se në 11 maj ne do të marrim rezultatin e duhur për Shqipërinë me BE-n në Europë dhe larg Shqipërisë përsëri mbrapsht në grop. Dhe kur flasim për gropën këtu në Vlorë, ju dhe sidomos ata që e kanë jetuar si prindër katastrofën e vitit 97 e dinë shumë mirë se për çfarë flasim. Dhe nuk është as pak e egzageruar të flasësh sot fatkeqësisht përsëri për katastrofën e atij viti që e përvoloi Vlorën edhe që këtu në Vlorë hapi dhe plagën më të madhe, sepse është i njëjti personazh, i njëjti shkaktar, i njëjti fajtor, që përsëri vjen vërdall edhe pse tani më herë me mendjen në vend dhe herë me mendjen diku tjetër, për të kërkuar nga shqiptarët votën, thjesht dhe vetëm për hallin e tij krejt personal. Dhe unë besoj që të gjitha ju që jeni këtu sot, ashtu si të gjithë të tjerët që ndjekin në të përditshmën e vet këtë përballje, këtë ballafaqim, jeni sot të habitura nga fakti që janë paguar 6 milion euro. Është bërë një kontratë 6 milion euro, thuhet nga Patriot, ju kujtohet që dhe herën e kaluar Luli Shkret për 500.000 u bë leck. Edhe ai kështu tha, u mblodhen ca Patriot, po 6 milion euro për të hequr damkën
e një personi non grata janë vërtet shumë për të mos bërë pyetjen ku u gjetën gjitha ato para. Dhe si mundet që thjesht dhe vetëm për hallin e një njeriu të paguhen më shumë para se sa çfarë shteti shqiptar jep për të gjitha partitë politike të marrës bashku. Pastaj është edhe pak e çuditshme kur mendon që Nena u tha se sa të vinte Trumpi do ikte në ngrata. Tani u dashkan edhe 6 milion euro me shpresën që do iki në ngrata. Por edhe sikur të rri dhe sikur të iki, kjo nuk është çështja më e shumicës dërmuese të shqiptarëve dhe të shqiptareve që janë sot në një moment historik dhe që duhet marrë një vendim historik. Sepse në 11 maj nuk është një zgjedhje mes dy kampeve politike. Absolutisht jo. Është një zgjedhje mes Shqipërisë me BE-n në Europë dhe interesit kombëtar të një populli të tërë dhe hallit privat të një 80 e kusur vjeçari që vazhdon të provoj të bëj çorap Shqipërinë. Është një zgjedhje midis të mirës përbashkët të gjithë dhe pa dallim bindjesh politike, pa dallim përkatësisht partijake, sepse bëhet fjalë për mundësinë e madhe që na është dhënë ne, në fatin e nga sjell, që me një vot të bëjmë jo vetëm një zgjedhje, por dhe një investim historik dhe interesit të një grushti shumë të vogël njerëzish, të vogël sa një familje vetme, një familje që nuk mban dot lidhur një 80 e kusur vjeçar që vjen vërdall dhe flet për qartë dhe kërkon të marrë zvarr Shqipërinë. Dhe në fund fare kjo është një zgjedhje shumë e qartë mes të qenit tifoz me një palë apo tifoz me një palë tjetër, apo të qenit një qytetar apo qytetare e një vendi që sot ka mundësinë të t'japi ty personalisht statusin e qytetarit apo qytetares europiane. Dhe është vërtet kështu. Tani ndër shumë gjëra që thuhen, unë besoj se këtu në Vlorë, e kam lënë për Vlorë ta jap përgjigjen për pyetjen, po ç'është ky halli i madh që bredh Edi Rama nëpër Shqipëri dhe mbledh vetëm gratë. Që ta kuptojnë gjithë ata që nuk e din se si funksionojmë ne dhe nuk e din se si jemi ne të organizuar në familjen tonë të madhe politike, duhet ja u them nga Vlora që çfarë shikoni këtu në këtë sallë nuk janë gra dhe vajza të mbledhura për të duartrokitur, por janë trupa që udhëheq betejën tonë për të fituar mendjet e zemrat e njerëzve në të gjithë qarkun e Vlorës.
Dhe kjo nuk i përjashton as pak burrat dhe djemt. Nuk i përjashton as pak burrat dhe djemt. Por ama, nga ana tjetër, ky është superioriteti ynë. Sepse vetëm me gratë e pararojës ne mbushim më shumë një sallë si kjo se sa ata tjerët me të tërë kashtën e koqet e tyre. Tani vim tek tjetra. Keni dëgjuar se është shumë e çuditshme. Bëjnë sondazhe pasqyrë, moçal më moçal, se ashtu janë moçale. Edhe në të gjitha sondazhet del që ne jemi jo vetëm në krye, por që shumica dërmuese e shqiptarëve na beson dhe do të na votojë. Madje, edhe një pjesë e atyre që nuk do të na votojnë, kur i pyet kush do fitoj, thonë fiton Partia Socialiste. Dhe është shumë interesant që pastaj mbasi dalin sondazhet, fillojnë komentet. Dhe në komente ç'a nuk dëgjon. Populli është i smur. Këtu me sa duket janë çmendur të tërë. Nuk ka mundësi që ky popull mos reagojë ndaj një qeverie që ka 12 vjet, sepse kjo qeveri duhet të ishte konsumuar. E të tjera. Dhe të kjo e konsumit, se për atë që populli është i smur, populli është i çmendur, përgjigjja ime është dhënë, por edhe është keq interpretuar. Unë mendoj që kush thot e ka fajin populli pse mendon ndryshe nga unë, është thjesht çyryk. Dhe më interesantja është që nuk do gjeni, shikoni me kujdes. Çuditërisht këto konkluzione nuk i arrin asnjë grua, i arrin vetëm burrat, që populli është i smur, populli është i çmendur, populli nuk kupton. Këta burrat që rrinë shtrirë në për ato moçalet e natës, edhe i futen njerëzve në për shtëpia, duke bërë analizat e tyre, duke dhënë me demek opinionet e tyre, që u bën më shumë se 12 vjet që na janë qepur, edhe sa më shumë ata na qepen, aq më shumë ne i shqepim. Dërsa kjo e konsumit është shumë interesant. Si ka mundësi që një forcë politike vazhdon rrim pushtet, kjo i bie që ne nuk jemi demokraci. Tani në Gjermani, që është demokraci shumë e zhvilluar, 4 mandate ka ndodhur, dhe nuk ka ndodhur një herë, ka ndodhur disa herë. Por nuk është kjo çështja. Nuk është kjo çështja. Çështja është që në ato moçale nuk flitet për Shqipërinë reale. Në ato moçale nuk keni për ta dëgjuar kurrë, siç nuk e keni dëgjuar, që nga kur ne morëm detyrën që prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë ishte më pak se 10 miliard, sot është 25 miliard. Dhe në Shqipërinë 2030 ne synojmë ta çojmë në të paktën 33 dhe projekcioni ynë është 35 miliard, apo në ato moçale as keni për ta marrë vesh kurrë, dhe se merr vesh njeri që të ardhurat për frym në Shqipëri, kur ne kemi marrë detyrën, ka qenë pak më shumë se za 3.000 euro. Sot janë 10.400 euro dhe ne do i çojmë në 15.000 euro. Apo paga mesatare, e kështu me radhë. Apo një tjetër shumë interesante, që kur ne morëm detyrën, 57% e njerëzve
57% e njerëzve që punonin jetonin me pagë minimale. Sot janë vetëm 14% që jetojnë me pagën minimale. Dhe të gjitha këto, sigurisht që njerëzit i dinë, ata të smurët, ata të çmendurit, ata që nuk mbushin sipas këtyre, i dinë sepse kur ju thua mësuesve që paga juaj mesatare sot është 950 euro, ato e dinë, sepse e marrin. Kur ju thua sot të punësuarve që paga juaj mesatare e përgjithshme me sektorit publik dhe ati privat është 848 euro, matja e fundit kjo, ata e dinë se ata e marrin. Kur ju thua nënave të reja që mbi qerek milion bebe kanë marrë bonusin e bebes, ato e dinë se ato e kanë marrë. Dhe kështu me radhë, ka shumë fakte që njerëzit i dinë, sepse jetojnë me to. Apo kur thua që sot në qarkun e Vlorës janë investuar në infrastrukturën rurale më shumë se sa në të gjitha vitet e tjera të marrës bashku, dhe 95% e banorëve të zonës rurale të qarkut të Vlorës kanë akses në infrastrukturë të rindërtuar, ata e dinë, sepse ata e kanë rrugën. Dhe kështu mund vazhdoj me faktet, por Shqipëria e fakteve nuk është në ekrane. Shqipëria e fakteve nuk është në portale. Shqipëria e fakteve nuk është në kënetën politike dhe mediatike të Shqipërisë. Ashtu si kundër, unë ditë ju them që me gjithë se ne në Vlorë, në gjithë qarkun, kemi bërë investime masive, pa diskutim që arsyeja pse jam këtu sot, dhe pse ju them që të vazhdojmë së bashku, është se jam i vetëdijshëm që ka akoma shumë për të bërë. Një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme është kur ju thonë si mundet, si ka mundësi të votohet edhe të kërkoj votën një forcë politike që gjysmën e ministrave e kanë burg, gjysmën tjetër e kanë hetim. Dhe duket në të vërtetë sikur ne jemi një forcë politike që qeverisim dhe pa pritur e pa kujtuar na kanë rrethuar luftëtarët e drejtësisë që erdhi nga qielli si një prurje përmes një ushtrie ëngjësh dhe shpatarësh që po përpiqen të shpëtojnë Shqipërinë nga ne. Kështu duket. Por ajo që njerëzit dinë dhe që ata që i përdorin këto argumenta nuk kuptojnë pse njerëzit nuk i hanë këto, është shumë e thjeshtë. Jo thjesht se ne s'kemi gjëkundi gjysmën e qeverisë në burg si fillim, por nuk po hy kësaj anët argumentit, po hy anës tjetër. Njerëzit dinë që jemi ne, është kjo forcë politike, është vendosmëria e kësaj fuqie të madhe të partisë më të madhe të shqiptarëve që ka hapur rrugën për diçka që
nuk ka ekzistuar në jetën e shtetit shqiptar që në 1912. Vërtet Shqipëria u pavarësua nga perandoria këtu në Vlorë. Por Shqipëria pati të gjitha format e regjimeve, pati fillimisht republik, pastaj mbretëri, pastaj diktaturë, pastaj tranzicion demokratik, dhe në të gjitha këto regjime, në më shumë se 100 e kusur vite, Shqipëria nuk pati kur asnjë shenjë të barazisë para ligjit. Asnjëherë, qoftë në mbretëri, qoftë në diktaturë, qoftë në tranzicion, shqiptarët nuk e pan një njeri të pushtetshëm që të shkoj përpara një prokurori të pavarur dhe të gjykohet nga gjykatës i pavarur. Kur? Ne jemi këtu sot dhe unë jam shumë krenar që nëse Shqipëria sot po bën sprovën e parë të barazisë para ligjit, kjo po ndodh vetëm si rezultat i vizionit, i vendosmërisë dhe i dëshirës sonë të jashtëzakonshme që më në fund Shqipërinë ta bëjmë antare të familjes së Bashkuar Europiane, ku barazia para ligjit është kushti themelor dhe i pa tjetërsueshëm i bashkëtesës. Dhe prandaj i kam thënë edhe të tjerëve në raste të tjera. Faleminderit. I kam thënë dhe të tjerëve në raste të tjera. Sot çdo shqiptar që merret me politikë ose që ndjek lajmet e di kush është Altin Dumani, apo gjithë e di. Një prokuror i ndershëm, një prokuror profesionist dhe një prokuror kurajos. E din të gjithë. Por pyetja që kam unë është, a e dini ju që Altin Dumani nuk lindi para disa vitesh si prokuror? Është një prokuror me shumë vite në karrierë. Ka qenë prokuror dhe më parë. Dhe sigurisht ka qenë, po ky që është sot, ka qenë i ndershëm, patjetër, profesionist, patjetër, kurajos, patjetër. Atëherë pyetja tjetër që vjen është si ka mundësi që ky njeri që në sytë e shumë njerëzve sot është një personalitet i respektuar, nuk e thiri një politikan, nuk thiri një zyrtar të lartë një herë në gjithë ato vite karrierë, ta thriste e thosh hajde këtu po. Shiko se kam ca pyetje për ty se ke bërë diçka që mua më duket se nuk shkon. Asnjëherë. Nuk ndodhi. Ky është po ai njeri, por ama Shqipëria nuk është po ajo që ishte. Ky është po ai njeri, por ama drejtësia në Shqipëri nuk është ajo që ishte. Altin Dumani dhe të tjerët prokuror apo gjykatës që kaluan vettingun dhe janë bërë pjesë e këtij momenti të ri drejtësisë, aty ishin, por ishin të qarmatosur, sepse drejtësinë e përdorte si armë pushteti politik dhe ajo shpata e drejtësisë që rri në duart e zonjës së drejtësisë në atë simbolin e famshëm, qysh prej 1912-ës dhe deri kur ne ndërmorëm reformën drejtësi, ishte tek zyra e të parit qeverisë. Nuk ka qenë kurrë në duart e një prokurori apo të një gjykatësi. Ajo që bëri Partia Socialiste, ajo që bëm ne së bashku, ajo që bëri shumica jonë në parlament dhe në qeveri falë mbështetjes
që mori nga populli është historike. Ne me vullnet të lirë i dorëzuam shpatën drejtësisë. Dhe natyrisht, duke i dorëzuar shpatën drejtësisë, ne morëm përsipër edhe të gjitha kostot që do vinin, sepse çarmatosëm veten nga një armë që nuk i takon pushtetit politik në një sistem demokratik. Nga një armë që nëse e ka pushtetit politik, nuk të lë të kesh barazi para ligjit. Tani, unë jo vetëm që nuk kompleksohem kur flasin këta qërykët, jo po se kaq Mburg, po përkundrazi. Unë them që kjo është arsyeja kryesore pse shqiptarët edhe përtej kufive të partive duhet të mbështesin këtë forcë politike. Sepse barazia para ligjit nuk është e garantuar. Ka filluar përpjekja, por mund të kthehet mbrapsh shumë kollaj. Dhe sot për sot i vetmi garant për këtë është Partia Socialiste e Shqipërisë. Ama, unë ju them të gjithë atyre që kanë një vot, dhe në radhë parë ju them prindërve, ju them nënave dhe baballarëve, të gjithë fëmijëve shqiptarë, të fëmijëve të vegjël. Nëse doni që t'u jepni fëmijëve tuaj një gjë që prindrit tanë nuk na dhanë dot, një gjë që prindrit nuk u dhanë dot prindërve tanë, dhe kështu me radhë, keni mundësinë ta bëni duke ju dhënë pasaportën europiane. Dhe ajo pasaport europiane vjen si rezultat i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është e vetmja garanci, jo për sot, po për gjithmonë, që Letovi kushtëdoj në qeverinë në Shqipëri nuk e cënon dot më barazin para ligjit. Për ndryshe do t'ja lëm fatit që ne themi që fati me ne shqiptarët nuk ka qenë shumë bujarë, po unë mendoj që më shumë se sa fati për ne shqiptarët problem ka qenë vetja jonë. Qari kemi bërë në vetes as armiqt më të mëdhenj nuk na e kanë bërë. Sepse edhe në 97-ën, firmat piramidale dhe shkatrimet e 97-ës nuk na i bëri asnjë armik i jashtëm. Na i bëri vetja përmes përfaqësuesve tanë më të këqij. Kështu që prandaj në 11 maj duhet menduar shumë përtej 4 viteve të ardhshme. Prandaj në 11 maj unë kam një mesazh për vlonjatët, edhe e kam për vlonjatët, nuk e kam as për sarandiotët, as për imariotët, as për delvinjotët, as për konispolasit, as për finiqotët, as për seleniciotët, e kam për vlonjatët. Dhe ja u them, ku është kamera? Ja u them vlonjatëve të gjithë në sy. Gjithë Shqipëria ka probleme. Të gjitha qytetet e Shqipërisë kanë probleme. Por nëse të gjitha qytetet e Shqipërisë kanë bërë përparimet e tyre, unë po ju them që në çdo qytet që unë shkoj, gjëja që më thonë është a do bëhet dhe qyteti ynë si Vlora? Unë e di që Vlora Faleminderit.
Faleminderit. Unë e di që Vlora nuk është vetëm Lungomarja, unë e di që Vlora nuk është vetëm Muradia, unë e di që Vlora nuk është vetëm Bulevardi, unë e di që Vlora nuk është vetëm Kumja apo lagjet e tjera që janë transformuar. Unë e di që Vlora ka akoma zona brenda saj ku duket sikur nuk ka ardhur akoma ndryshimi. I di këto shumë mirë. Por unë di dhe i gjë tjetër. Nëse ka zgjedhës burra dhe djem në radhë parë në Republikën e Shqipërisë që në ditën e votimit duhet të çohen dhe të shkojnë të votojnë dhe mos ja lejojnë vetes që të mos marrin pjesë në votim, po të shkojnë të votojnë, janë burra dhe djemt e Vlorës. Dhe pastaj patjetër dhe gratë dhe vajzat, sepse nëse doni më shumë për Vlorën, atëhere unë dua më shumë nga Vlora në 11 maj. Dhe unë kam bindjen absolute që nëse Vlora përtej të gjitha të tjerave, përtej ujësjellsave, kanalizimeve, gjelbrimeve, ndriçimeve, gjitha që janë, mbahet për sensin e historisë, dhe nëse të gjithë ju burra dhe djemt e Vlorës keni dëshirë të flisni për Ismail Qemalin e të këndoni këngët e heroizmave tuaja, atëhere duhet provoni që sensin e historisë e keni dhe sot kur në 11 maj shqiptarët shkojnë në takim me historinë, jo me partinë. Do t'ishte dhe i gjë tjetër në fund fare. Në 11 maj Partia Socialiste do fitoj në gjithë Shqipërinë. Dhe po ju them në 11 maj Partia Socialiste në disa qarqe do të thyej rekord. Tani, unë mendoj që në zgjedhjet për Europën, në zgjedhjet për të bërë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian brenda 2030-s, nëse Vlora nuk thyen rekord, ky do jetë turpi i të gjithë atyre burrave që nuk do shkojnë në votime. Kjo është ajo që kam unë për burrat e Vlorës. Për ata që akoma rinë diskutojnë, se nuk po hy fare tani të flas për Leskon, se mendoj që nuk ja blen fare, as nuk hy fare të flas për kënetën e për bufin e kënetës, se s'ja blen fare, por mendoj dhe po e mbyll këtu që ju të dashura shoqe, motra, zonja, duhet ta merrni përsipër Vlorën, ta merrni në krah, të mos lini shoqe e fqinje e krushk pa quar në votim, dhe të mos lini edhe grua e vajzë demokrate pa folur, dhe e para socialist e progresist, djemë e burra, duhet ta ndjejnë detyrë që të votojnë, e dyta, ata që janë pavendosur, le të vendosen bashkë me ne tek numri 5, dhe e treta pastaj ata që nuk mbushin fare, le të shpresojmë që gratë e tyre do t'i vënë në gjumë atë ditë që mos shkojnë fare të votojnë. Shumë faleminderit. Rof Vlora, rofshin gratë dhe vajzët e Vlorës. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Thank you.
Bashkë.